Jemi në një transmetim të drejt për drejt të breaking, do të ndalemi në të tjera zhvillime. Me mua në studio është avokati Evarist Beqiri, në lidhje direkte Edi Ramaj dhe Naim Hasani. Në këtë pjesë do të ndalemi tek të tjera çështje që lidhen me politikën dhe drejtësinë. Një prej tyre është rasti i zonjës së Balluku, që ka vënë në një përplasje edhe kryeministrin Rama me institucionet e drejtësisë. Çështja është në kushtetuese, javën e ardhshme do të jetë një seancë plenare publike, konkretisht në 22 janar, teksa Këshilli për imunitetin, mandatin dhe rregulloren do ta shqyrtojë vetëm në datën 28 janar. E kishte paralajmëruar kryeministri Rama se ky këshill nuk do të mblidhet për të shkuar në një vendimarrje për imunitetin përpara se të shprehej gjykata kushtetuese. Brenda një jave do t'jenë kushtetuesja, po ashtu dhe Këshilli për mandatet, imunitetin dhe rregulloren. Zonja Balluku është i njëjti subjekt, por objektet janë të ndryshme. Në rastin e parë pretendohet se ka një cënim të pavarësisë së pushtetit ekzekutiv nga ana e gjyqësorit. Në rastin e dytë do të shqyrtohet dhe do të merret një vendim në lidhje me imunitetin e kërkuar nga SPAK për t'ia hequr zonjës Balluku. Si shihni këto dy raste dhe si mendoni se do të vijojnë? Unë uroj që drejtësia në një rand bëj punë e vetë, po dhe politika mos të bëhet pengesë. Thënë kjo, unë mendoj se politika, objektivin e saj, apo ata që bëhen pjesë e saj, duhet të kenë si synim ndërtimin e gjës, jo ekzistencën e tyre personale. Në qoftë se ne bëjmë politikë për të ekzistuar dhe jo për të ndërtuar, atëherë këtu ka mbaruar misioni i politikës. Kështu që unë gjykoj që nuk duhet përdorur si mburoj as imuniteti, jaskujt qoftë, jo vetëm në rastin e fjalë, por jaskujt zyrtarit lartë në këtë vend, në momentin që ti thritesh për të dhënë deklarata ose në çfarë do lloj statusi para organeve drejtësisë, duhet të shkosh aty si çdo qytetar. Do thoni ju, ka raste që mund të keq përdoret pushteti që kanë ana tjetër dhe organet drejtësisë. Është pandehur zyrtarisht zonja Balluku. Po, patjetër, është pandehur, kështu që aq më tepër. Po nuk po flas vetëm për rastin konkret. Avokat Hasani për shembull do sillte standardin britanik, ku do të kishte një dorëheqje, do të kishin shkuar pa imunitet përpara drejtësisë. Shikoj, unë e kam thënë që para se të merrte statusin e pandehur, domethënë kur ka pasur rastin që ta diskutojmë. Pra e kam thënë që standardi më i lartë do ishte ky, por ne në Shqipëri nuk e kemi këtë kulturë. Dhe për fat keq dhe nga modelet e njerëzve të atyre që kanë hyrë rishtazi në politikë, të këtyre që janë më të rinj, po themi dhe nga mosha, ne shohim të njëjtat modele klienteliste, paternaliste, domethënë abuziviste. Pra nuk kemi një kulturë tjetër, nuk sjellim vlera të reja. Në qoftë se nuk ndryshon kjo në politikën tonë, kjo qasje. Pra në politikë duhet ndryshim kulture, jo vetëm njerëz të rinj se janë të rinj në moshë, po njerëz që sjellin vërtet vlera të reja aty. Në qoftë se ne nuk do ta shohim kështu politikën, unë mendoj se do kemi prapë përsëritje të njëjtave situata, të njëjtave gabime. Tani unë mendoj se jemi në një pikë kthese aktualisht. Shqipëria është në një moment që duhet ta kapim. Pra është një moment kthese në kuptimin e arritjes së disa standardeve që nuk kanë ekzistuar ndonjëherë për së vërtetës në historinë tonë. Pra gjithmonë pushteti gjyqësor, pushteti i drejtësisë nuk ka qenë i pavarur nga politika e vendit. Sot në për herë të parë kemi një strukturë e cila është realisht e pavarur. Dhe këtë duhet ta themi. Pavarësisht problemeve, thash edhe një herë tjetër, nuk dua t'i shmang, as nuk dua t'i fsheh problemeve që mund të kenë. Dhe ndikim, patjetër. Dhe nuk ka perfeksion, nuk diskutohet ajo në asnjë gjë. Kështu që aq më tepër në vendin tonë që ne e dim shumë mirë çfarë kulture kemi dhe sa i vogël është ky vend dhe sa i vështirë është për tu menaxhuar ndonjë. Si do ta trajtoj kushtetuesja? Po aq i lehtë është po të duash. Po të kesh vullnetin për të shkuar në një vendimarrje përfundimtare. Ka pasur një masë të përkohshme që e ka rikthyer në detyrë, pra ka pezulluar përkohësisht gjykatën e posaçme, gjithsesi jo domosdoshmërisht kjo mund të jetë e njëjta linjë që do të shkojë në trajtimin dhe vendimin përfundimtar. Për ju? Unë nuk duhet të marrë rolin e gjykatës kushtetuese, tani le ta gjykojnë vetë ata se si e kanë, se e thash edhe një herë tjetër që unë kam disa rezerva në mënyrën se si janë trajtuar, sidomos këto rastet e fundit, por nga ana tjetër unë gjykoj këtë që një siç e thash në fillim, një personazh i akuzuar, një personazh i cili ka këto probleme që ka me ligjin, me drejtësinë, duhet që të paraqitet si qytetar i lirë dhe pas një lloj mbulese, qoftë kjo imuniteti apo mburojje tjetër. Dhe gjykata kushtetuese është aty për të mbrojtur kushtetutën, për të mbrojtur të drejtën dhe në fund të ditës për të dhënë një vendim të drejtë. Unë uroj që ta gjykoj
pa u bërë pjesë e lojrave dhe pazareve politike, dhe pa gjykuar, ose pa paragjykuar, dhe pa pasur si interes primar karierën e ndokujt nga ata që mendon për të ardhmen e tij. Dhe është një problem tjetër pastaj që lidhet prapë me reformën, lidhet prapë me mënyrën se si ta trajtojmë në sistemin. Pra, në gjykatë kushtetuese duhet të shkojnë ato mendjet e drituara dhe njerëzit më me integritet që ka ky vend dhe që janë drejt fundit karrierës, jo njerëz që mendojnë që do marrojmë do mandatin këtu dhe ku do shkojnë. Nëse ne merrni modelet, mos shkoni në Itali, shkoni në vende të fqinje, si e trajtojnë këtë gjykatë. Pra, çfarë personalitete shojnë atje? Shikoni dhe çfarë çojmë ne. Kaq e thjesht është situata. Ramaj, do të ketë një vendim javën e ardhshme? Para se të shkojmë te vendimi dafina, unë mendoj që politikanët shqiptarë duhet kuptojnë që nuk mundet të mbrojnë pushtetin e tyre me forcë, me poste politike, por duhet përballen me drejtësinë si njerëz thjesht. Dhe më pas, mbasi të mbarojnë punë me drejtësinë, mund të rikthehen pra politikës, aty janë, nuk i pengon njeri, por jo si persona ku rëndon një mal me akuza mbi ta dhe të mbajnë me forcë pa zgjedhje, pa u votuar asnjëherë, pa asnjë lloj riciklimi politik, sepse një nga mënyrat e tjera që të ndryshojnë ose të vinë ose të provohen njerëz tjerë, sepse politika shqiptare sot ka dhe njerëz tjerë që s'janë të akuzuar për politikë, që duhet provohen, dhe, për s'janë të akuzuar për korrupsion, dhe duhet provohen, kështu që riciklimi tyre është i domosdoshëm, sidomos i këtyre figurave të cilat rëndojnë, thash, akuzat të mëdha penale. Gjykata kushtetuese duhet të jetë në lartësinë e duhur që t'japi ato vendimet për cilat i shërbejnë ligjit kushtetutës drejtësisë shqiptare. Rastet janë, unë them që janë raste të zgjedhshme, nuk janë raste ngërçi të pakalueshëm qoftë për gjykatën kushtetuese dhe për të gjithë institucionet e mëposhtme. Është fatkeqësi që kuvendi i Shqipërisë ka caktuar një datë shumë të largët për shqyrtimin e kërkesës prokurisë posaçme për masën e sigurisë dhe për heqjen e imunitetit zonës Balluku, duhet ta kishte trajtuar si gjithë rastet e tjera të mëparshme të politikanëve të cilët i kanë trajtuar brenda afatit përcaktuar në rregulloren e kuvendit të Shqipërisë dhe në kushte emergjence, njësoj siç trajtohet një mas sigurimi në gjykatë, por kuvendi i Shqipërisë ka dalë përtek këtyre përcaktimeve tashmë dhe në kundërshtim me retorikën e politikanëve të pushtetit, që thonin që kush kishte kryeministri kryesisht, kush ka probleme me drejtësinë, të shkojë dhe të marrë avokatët përballet, tashmë është vetë kryeministri që e mbron zonën Balluku. Kjo duhet thënë shumë herë, sepse është hipokrizi e kësaj politike e këtij pushteti që për disa i mbron, disa janë më të barabartë, siç thoshte Orwell ke vepra e tij, disa kafsha më të barabarta se të tjerët, dhe kështu që në këtë formë